Nderuar miq, do të flasim për protestën, për situatën politike në Shqipëri, nisur nga ajo që ndodhi gati një muaj gjysmë më parë dhe që vazhdon me të njëjtin ritëm dhe intensitet. Sot kam kënaqësinë që të zhvilloj një bisedë me profesorin, inxhinierin ambientalistin, zotin Sazan Guri, njëri mjaft i angazhuar. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Faleminderit dhe ju. Profesor, që ne folëm bashkë kemi nisur. Atë do thoja edhe unë, herën e fundit që ne kemi folur bashkë para 45 ditësh, sa I bie tani, ishte një bisedë që u bë mjaft virale, apeli juaj vajti gati mbi 70.000, diku te 70-80.000 shikime, qindra mijëra komente pozitive për gjithë ato që ju thoni. Të nesërmen e asaj bisede ndodhi ajo që ndodhi në Zvërnec. Edhe më pasoi vala e madhe dhe flaka vijon të jetë ndezur, por a ja ka arritur qëllimit ajo protestë që po zhvillohet? Ju e thatë shumë bukur që flaka vazhdon të jetë ndezur. Kjo është shumë e rëndësishme që një vatër zjarri, ku në kuptimin figurativ zjarri, një pishtar I ndezur, që ky popull kishte shumë nevojë një organizim politik, por jo nga politika. Një organizim që kërkon masa të forta financiare, por jo I mbështetur financiarisht nga qeveria apo nga ndonjë trupe të caktuar biznesi. Një organizim që shprehu atë që quhet një frymë e popullit shqiptar, ku mbas 13 vjetësh qeverisje në veçantë dhe mbas 36 vjetësh qeverisje në përgjithësi nga 90 deri sot, populli shqiptar kuptoi ose e kishte kuptuar, por e shpërtheu në këtë valë proteste e tipit Gandhi, e tipit Indira Gandhi, që sa paqësore, aq edhe me kërkesa të larta ku kërkohet, si dihet tani, një dorëheqje e qeverisë, kërkohet një qeveri apolitike, kërkohet një qeveri që për 9 muaj apo 12 muaj maksimum të bëjë ndryshimin e kodit zgjedhor, të vendosë disa shtylla bazë, shtylla herkuliane për popullin shqiptar apo për shtetin shqiptar, me të cilat shtylla këta deri më sot janë tallur. I ndërtuan në një farë mënyrë në 97, në atë kushtetutë atëshme, me gabimin e ardhur nga 91-shi marrëdhënie me pronën, që mund ta korrigjonin shumë mirë në 97-ën, atë që u bën në 91-shin për pronat, po mund ta korrigjonin në 2008-ën, ndërkohë që shpikën në 2015-ën investitorin strategjik kryeligjin mafioz të rëmbimit të pronave, me të që quhet investitor strategjik. Dhe jo vetëm një herë, po e kanë shtytur 6 herë. Pra, në një moment caktuar, qeverisja, në këtë rast I bie qeveria Rama, që se s'bën I bie në bashkëpunim me qeverisjen e tjashtë, se s'bën I bie në bashkëpunim, menduan të shpallin një listë të investitorëve strategjik, ku do të thotë që ti nuk mund ta anashkalosh, I shpjegon parlamenti, kalon atë. Shpjegon arsyet në presidencë, po e anashkalon presidentin, anashkalon popullin, anashkalon akademikët, por nuk mundet ta mbash ti edhe 6 herë të shtytur për si bie fiks 11 vjet, që populli gjithmonë përballë emergjencave, përballë investimeve strategjike, ku qeveria merr përsipër të rregullojë marrëdhënien si ta jepi pronën ose publike, ose kur është me trashëgues privat. Kaq ka bërë shteti shqiptar dhe është investim publik, thot ai, ndërton një pallat ai ke treni, edhe I quan investim publik. Ndërkohë që është përfitues një kompani e caktuar, quhet investim publik, quhet aeroport, quhet një rrugë treni, quhet një autostradë. Kaq edhe ato janë në marrëveshje me atë që ka pronën, që kushtetuta e thot. Prona vlerësohet sipas kadastrës në kohën e duhur kur merret, me çmimin e drejtë, me çmimin e duhur. Këta kanë shkel kushtetutën. Ne do të themi edhe më pas që sa shkelje kanë bërë këta Pra duhet një kushtetutë të re, populli qytetar duan një kushtetutë të re, një kontratë të re, mbi themele të reja. Po, më ndërprit sepse më ndihmon të nxjerr me çengela gjëra. Shiko, gjykata kushtetuese ka ndryrë 52 herë mbi kushtetutë. Ta e ka arnuar. Dhe kanë qefterosur. Nëse ti mund ndrysh një herë për një çështje, për një gjëje se paraqekohet më mirë. Ja 2 herë, po të ndrysh 52 herë në atë që quhet kushtetuta e një vendi,
kur Amerika ka 250 vjet që në kohën e Amerikanit shqiptar, Washington, George Washington, djali Marie Bala nga Peja e Kosovës. Dhe ata nuk kanë ndryshuar sikur njerë. Kanuni lek Dukagjinit, jo i lekës Dukagjin po se por, lek Dukagjini 1460, po kanuni lekës madh. Kanuni lekës madh i thonë 300 para Krishtit. Po kanuni në fakt është një lekë 7-8 vjet para Krishtit, por nuk kanë ndryshuar sikur njerë kanuni lekës. Edhe ose në një përshtatje lehtë, po ti për 97, 2007, 30 vjet apo shist, 2006, 29 vjet, të ndrysh 52 herë do të thotë që ti i ke përshtatur interesat e një klase të caktuar që janë oligark, që janë njerëz të huaj, që janë dhëndra, që janë këto kumbarot, izraelit apo shqiput, edhe ti e ke ndryshuar kaq e kushtetutën në shërbim të të tjerëve, jo të publikut. Se çka ke bërë, ke shkatuar një pronë publike ose një pronë private të trashëguar në mënyrë të drejtë dhe ti ke shkatruar këto në shërbim të diçka tjetër. Ku kushtetuta thotë që prona private dhe prona publike kanë të njëjtën target mbrojtje nga shteti. Atëherë nga qeveria, shteti, qeveria. Atëherë qeveria thotë që merrni ju me ligjin strategjik të qeveria, se rregulloi unë me pronarin publik ose privat. Çfarë rregullon ti? Ja u jep aty. Nuk i kompenson ata, i dënon ata, ja urumben atyre pra. Kështu që kjo është protesta, që kuptuan që nuk që nga çështje flamingo, nuk që nga çështje një zonë mbrojtur, Zvërnec, por që nga shumë herë më tepër se Zvërneci, se zonat e mbrojtura, se flamingo, se vetë ishulli Sazan, që nga shumë herë më tepër, sepse që nga Pishporo, që nga Semani, që nga Karavasaja, që nga Durrësi që është hyrë në Durrësi nga një port i kemi thënë ka që bashkë nga një port më i vjetër në botë, kthehet në port urban. Dhe sot këto ditë jepet kalaja e fundit. Po ndërkohë që nuk ndërtohet në Porto Romano, se s'ka mundësi të ndërtohet, nga 500 milion ka pishkullyer në 2 miliard euro Porto Romano, sepse nuk mund ta ndërtosh dot atë. Zoti është i madh, Zoti ndihmon shqiptarët, i do Zoti shqiptarët. Dhe tash në momentin që ecë kalatën e fundit deri në Durrës, që quhet Durrës, ti je pa port. Nga njëra anë nuk vin dot Porto Romano se do vej 2 miliard investimi, plus duhen 2 miliard ta mirëmbajnë, sepse Herrera që përplasin kepin e Pallës vjen edhe kthehet në Porto Romano. Ai mbush ledhin. E mbush ledhin, pra qofse dushi pastrohesh një 20 vjet, ajo duhet pastruar 20 herë në vit Porto Romano. Dhe është pa mundur të ndërtohet. Po, ama ti do ngelesh pa port. Ty nuk do të vinë investitor për Porto Romano, ti do ngelesh pa port. Pra, kjo është shkelja, mi po portet kanë ligj më vete. Ligji portuar, ligjet e porteve, janë ligje afërsisht paras me ligjet e kushtetutës. Dhe ti të ndryshosh portin, më thënë është një sipërmarrje, një iniciativë. Cënohet siguria kombëtare. Faleminderit shumë. Cënohet siguria sovranitetit kombëtar, shtetëror. Me portin e portit të Durrësit, dhe ti e ndron atë nga Dubai, nga Durrës në Dubai, që do të thotë, po ti jepet e Sazani, po do ndodhin ndryshime të mëdha. Ai Kushneri ka thënë që nga fundi i vitit do të thotë që nuk do ja përgjigje, nuk do reagoj fare aty. Senati sigurisht do ta ketë Shqipërinë protestën si qendër frymëzimi. Po që Italia është çuditshme sepse për pak protesta që kishin në Serbi, Kushneri u tërhoq më një herë, kurse këtu po ka reziston. E ka thënë pretë dhe Senatin në nëndor ai, edhe ka thënë në fund vitit do t'ja përgjigje. Që i bie jo. Mënyra e thënies i bie jo pra. Nuk është i tërhequr. Po le të themi të triqet zyrtarisht në dhjetor në fund vitit. Ndërkohë që Trumpi i jep llogari që si ka mundësi një shtet amerikan të lyejë nallishmërisht me toka që kanë probleme mafioze, që kanë probleme të errëta në marrjen e tokës rrerë, dun, pyll, lagun. Si ka mundësi një tokë publike e një tokë e askujt, tokë e gjithkujt, tokë publike, tokë e Zotit, e perandorisë, edhe ti e merr dhe edhe amerikani CIA, federalia, FBI-a nuk din se e kujt ketë këtë tokë, nuk e din ata që pse hipoteka nga Vlora shkojnë në Tiranë, nuk kuptojnë të gjëra. Jo njëri shqiptare kuptoi. Kështu që mendoj që protesta shërben si një vatër e mendimit, e veprimit të gjitha komisioneve të Parlamentit Evropian.
ku sot ti ke padur një komision të mbrojtjes kafshë. Pas 2-3 ditësh do kesh komisionin e drejtave të njeriut. Mbas një jave do kesh komisionin e informimit publik. Mbas 10 ditësh do kesh një komision të Parlamentit Evropian që ka të bëjë me çështjen e tokave, e drejtave të hipotekave, e drejtave të trajtimisë. Kjo reakcion sincero. Faleminderit. Kjo i rindez. Pra kjo është protestëm, se ne mendojmë e masim protestëm 40.000, 20.000, 80.000 kur vinë ata nga Europa, 200.000, edhe themi protesta radhemi ne. Protesta është vatërmë, është pishtar, si pishtari olimpik, që shkone nga i qytet një qytet tjetër. Është pishtari ndezur, protesta. Është vatër zjarri, kjo që po bëjmë tash është protest. Është protest. Pra është kjo protest. Flitet për të, kudo që flitet ajo një lloj proteste. Eksakt, objekti parë i çdo lajmi në portal apo në televizion është protesta. Italianët ndruan në Sardinjë, ndruan investimin për shkak të protestës shqiptare që u bë shembull për protestuesin në Itali. Era parë që ne merremi shembull për Sardinjën, për pjesën e Apulias, po tash do mendohet mirë ai Apulia kur të marri ujin e syrit kalë. Se uji është ujë dhe tokë, është sovranitet uji. Dhe pikërisht për këtë marrje të sovranitetit që kryeministri ka menduar në varësh të kryeministrave të tjerë. Marrjen e ujit sykaltër e ka padur Zodinano, pas e ka padur Berisha di. Është edhe Greqia në rivalitet me Italinë, Eksakt. Greqia çka ka në rivalitet? Jo, për syrin e kaltër. Po, edhe Greqia nga ana tjetër kërkon syrin e kaltër. Po, si mund t'jap mi po ujë është baras me sedimente toke, vjen nga toka, shkon në tokë, udhton në tokë, pra uji është sovranitet për idealitet. Nuk është uji, edhe uji detit, që këta e hoqën në 2008 është sovranitet. Uji detit, Butrin, Karaburun, që ishte një hapësirë detare, ishte hapësira sovrane e shtetit shqiptar. Këta e hoqën në 2008. Po pse hoqën në 2008? Sepse më parë një muaj përpara e tha në kushtetutën e ndryshuar 2008-s që kufit shtetëror edhe mund të tjetërsohen. Pra kanë bërë të dy bashkë. Pra kjo është një shkelje rënde kushtetutës. Edhe kjo është një lloj presioni edhe për kufirin detaj që është me Greqinë duke negociuar. Eksakt. Pra, shiko sa rëndësishme është protesta. Është jashtëzakonisht e rëndësishme një vatër e tillë ku ka përfaqësimin popullor, se aty është i gjithë populli, po edhe ai që nuk del i shketi nuk del se ka hallet e veta në fëmijë në nip, po ka dhe një bindje akoma, i ka ngelur ora ke dirama bie fjala, ose kanë frikë, ose tuten, ose ka një problem e tjera. Edhe në heshtje ai e mbështet. Edhe në heshtje ai e mbështet, pa kjo është. Kështu që shumë mirë e thej që protesta është një vatër zjarri, është një pikë e madhe frymëzimi për të gjitha instancat, që brenda vendit spaku, e kanë mbështetjet fuqishme. Drejtësia, profesor, ja sot që ne po flasim, nuk është e ka spaku, po u lirua nga gjykata njëri nga personat që u arrestua për dhunën në Zvernec, ku edhe ju ishit pjesë atje, pra një rojet e sigurisë private. Normal, atë normal që edhe neve nuk jemi për njerëz të përbujtje, njerëz për akmarrje, nuk jemi të dhunës. Ne mendimi jon do të jetë aq i fortë sa mund të bëj presion ose dhunë, kuptimin e mirë, dhunë në thonjza ndaj politikanëve. Pra nuk jemi dhunë t'ja kërcasim me grusht. Veprimi jon, për shembull, rrethimi i kryeministrit, simbolik i kryeministrisë, rrethim fizik, simbolik, po jo do vemi ne majmë kasë me një lopatë apo një molotov e vemi t'i bijem kryeministrisë. Po ta rrethoj fizikisht për treguar që ty populli nuk të do me, që ti je i rrethuar, që ti s'ke ç'a bën, do t'ja përdoreqen, këtë edhe mund ta bësh. Mund ta bëjmë, kështu që po në shkesh me këto ditë në shesh, mund të ishte arritë diçka tjetër tepër më shumë. Ju si keni parë organizimin, çfarë mund të ishte bërë më shumë se kaq sa na folëm, edhe impaktin që gjëra ajo e ka. Që është folur kudo, po tjetër më shumë mund të ishte arritur. Dakor, ajo arritja nuk ka fund. Por fakti që për herë të parë marrin pjesë qytetarë shqiptarë nga gjithë vendet e botës, për herë të parë qytetarë shqiptarë organizohen në çdo qytet apo qytet botës, Milano, në Bari, në Puglia, në Londër, në Gjermani, në Austri, në Francë, në Amerikë, në New York, në Boston dije. Apo New York ishte dije. New York ishte. New York. Pra, është herë e parë
që shqiptarët organizohen për t'i thënë botës që ekzistojmë, kudo që jemi. Pra, jo vetëm u mblodhën disa budallënj, si sa ministri caktuar. Është të mëshme ndi. Ta mendosh protestën jo 1-2, se nuk ka të çmendur në fund se 2 vetëm. 2 të çmendur, 2 budallënj nuk bëhen bashkë, nuk krijnë bashkë. Pa marrë, nëse ti janë 100, 2000, 20000, dhe në ca raste 200.000 që janë fizikisht, atëherë mund të thuar 200.000 të çmendur, 200.000 budallënj. Është rënd kjo fjalë, ti ta mëm, si në vitet 90-91 ti nuk e qenë, ka qenë shumë i vogël ndoshta. Atëherë dolën në terren këta që ishin të nomenklaturës, që ishin të partisë punës. Edhe arritën dhe thanë dhe u shtuan shprehje. U bën këtati, ne kemi mbajtur shtypin, tash u ngrihet edhe këtati. Do na bënin mish me dy sypra. E njëjta gjë sot. Po me vërtet atyre më erdhi fundi. E thanë kur erdhi fundi pra në 89-90. Edhe këta së shpejti tyre ka ardhur fundi dhe ndjeri shprehjen të papërgjeshme për të ketuar jo turm, se turma është e pa organizuar. Fakti që nuk del një grup organizatori apo koordinatori, edhe për një që nuk e nxjerrin, sepse i pretej. Fakti që kanë dalë 2-3 herë me program. Fakti që janë bërë me qindra letra. Vetëm ne kemi bërë 20 letra deri më sot. Me president, me kryeministër për dieni, me Bashkimin Evropian, me ambasador, me Departamentin Amerikan të Shtetit, vetë ne si akademi, po me bashkëpunime 10 forume dhe shoqata. Kemi bërë rreth 50 forume dhe 40 shoqata. Kemi bërë letër. Cila është zgjidhja? Qeveri apolitike, zgjedhje proporcionale kombëtare, komisione jo qeveritare, apolitike, që mund të jenë financues ose jurista, pjesëmarrja e diasporës jo me kontrollin e postës, vazhdojmë proporcionale tar, pra pastaj vim ke ndryshimet e atyre që janë bërë ndryshime kushtetutën e 2008-s, eqa toka nuk shitet, presidenti zgjidhet nga populli, kryeministri duhet të jetë kryetar partie që të bëjë kryeministër, kryeministri jo më shumë se 2 mandate, unë jam për 1 mandat, po ngeli e përgjithshme jo më shumë se 2 mandate, sistemi referendar me model zvicrëm që duhet të vihet një ligj edhe të sanksionohet që populli për një takëm ligjesh themi ne aty mund të organizojë sistemi referendumi sa herë të dojë për çështje të mëdha, mesme dhe të vogla. Mund të organizojë sistemi referendumi. Të hiqet ligji 844 ku unë ndjehem grek, ai ligji pankeq i vitit 27 dhjetor 2024, ku unë ndjehem, si ndjehem, jo si jam. Të hiqet ligji që një shtetas i huaj, Pakistan apo Bangladesh, mund të marri të përshpejtohen masat që ta marri brenda javës të marri shtetësinë shqiptare. Ndërkohë që një shtetas shqiptar të humbur shtetësinë, ai nuk e merr. Të rëzohen këto investitorë, programet, planet, projektet e investitorëve strategjik, e projektet të maleve, projektet e Alpeve, këto të rëzohen edhe Bashkia Invest këto të rëzohen. Pra, në përgjithësi thash 70% asaj që kemi përgatitur. Ndërkohë tani, s'ka gare, se e kam në mend një gjë. Po, kisha fjalën si mund të vazhdohet tani e tutje, pra, se lëvizja aty që arritin shesh e tregoi forcën më të madhe, e dha mesazhin e qartë. Po tani e tutje mund të që ky anormalitet që është krijuar me protestën duke vendosur në vështirësi qeverinë, mund të që po vazhdoj kështu të kthehet në normalitet dhe ata se vrasin mendjen. Thon, okay, po protestohet, demokracia është, siç thot qeveria, jemi vetë demokratik, edhe mund mos ketë një produkt në finale. Okej, një përgjigje e morë partia në Ankara, që e morën atë shokun tem të gjatim, e morën dhe e ulën. Edhe e ulën vetëm. Edhe e burgosin. Edhe ta mos tako asnjëri majt as zjatës. Bëri rej me kujdes. E ulën vetëm. Ky është një për shkak të protestës. Nuk e ka bërë Erdogani Ankaraja më përpara. Apo një shtet tjetër. Nga ata që tonë edhe ishin, me që jemi te kuadrat e revolucionit, ishin në Francë për revolucionin, ditën e Bastijës aty, ishin radhë parë takimet në Francë që ftoi Macronin. Po. Edhe kjo që mendojnë kështu. Shumë mirë. Kështu bën dhe me presidentin libanes atë, francez. Kështu bën atë. Edhe pas një javë e vranë. Dakor jemi? Pra, këto dyja janë, ose kur të ngre, ip, edhe mos prit kur, të ipin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca ka politikë tjetër. Të ipën,
edhe ti nuk zbret dot. Nësa tu qelë zgjodhi politik tjetër, e uli vetëm, kur të tjerët parakalonin, takoheshin, qeshnin, buzëqeshnin, edhe ati nuk i tha njëri, mi mësar dhe mi mëgjes, mi mbramët. E la vetëm, të burgos, kishte mesazh. Në kohë në Francë, ashtu është. E unë është parë, dakord, por edhe presidenti libanes, që ata e vranë, sa e morën, nuk po teme vranë franceze, po që i ndodhi, ajo që e dekdisën, pra e ipën dhe nuk zbiti dot ai, u fshepasën, derisa e kapën dhe e tjera. Pra, të dyja mënyrat janë, jo zgjedhje e dur, nuk është vlerësim i dur, por është ky po merr, po ti shofësh reagimin gjerman ndaj tij, reagimin e shtetit holandez ndaj tij, janë reagime shumë të ashpra, pa diplomacie reagojnë gjermanët ndaj kryeministit tonë, pa pikë diplomacie, më të ashpër se ne. Kështu që pikërisht protesta e jep të mesazh për të cilëve ata marrin mesazhin dhe ja japin kryeministit. Pra, një presion i tillë nga brenda, që merr kryeministi nga poshtë, një presion është që ai e merr do ta marrë nga spaku së shpejt. Një presion do ta marrë nga spaku. Vazhdoj. Një presion do ta marrë, do ta lënë të tij, sepse ka njerëz ende të mirë brenda PS-s, që mendojnë që të shpëtoj lëkurën time, se sa të rrokullisen me këto ortek pam keq. Jo, pam keq nuk është, se patkeqësinë e solli vetë. Kështu që në të kuptim përgjigje të shumta, ta them, sot ishte një komision i Parlamentit Evropian për zonat e mbrojtura. Pas 2 ditësh ke një komision për e marrin spunton, e marrin frymëzimin nga protesta. Pas nesër do kesh komision të Parlamentit Evropian e ke për informimin publik, që ky si ka pyetur kur. Këto ditë ne veçojmë 7 skelje të rënda të kushtetues. 7 skelje të rënda, bile u zbuluan 2 tjera sot në diskutimin tjetër që unë kam i klaruar. Janë 7 skelje të rënda, Butrind, është skelje rëndë. Investimi strategjik 2015 i shtytur 6 herë, e shkelje rëndë, sepse ka prishur garën që ta jep kushtetutat të drejtë. Garën, duke kushtetutat të jep drejtën që mos ketë predominant, mos ketë mbizotrus në gara. Edhe ai bëri mbizotrus të investitorin strategjik, ku shkeli me kem si pronë publike edhe pronë private, kur të dyja, shteti ka dendën të mbrojë njësoj, si pronë publike pronë private. Ky e ka shkelur. Ka shkelur bashkë me të djatën e zotin Berisha, ka shkelur në 2008 tjetërsimin e kufive shtetëror, me të cilën ka lënë atë hapësirë sovraniteti kombëtar, që është në ujëra territorial Sarand Butrind edhe pak det, një 7-8 kilometra, e ka nequr këtë hapësirë detale që është hapësirë sovrane i shtetit. E ka shkelur të kushtetut. Po ka shkelur kushtetut nga sovraniteti kombëtar, sepse ka dashur të bëjë mini Schengen apo Ballkan të hapur duke ka përzyer shtetin vlla vezëtan të Kosovës. I ka përzyer ata, pra dëshkonte në Beograd nëpërmjet Kosovës, po pa Kosovën. Është shkelur sovraniteti kombëtar. Si punë e saj janë Butrindën e thashëm, janë projekti i Alpeve. Projekti i Alpeve që hyn pa konkurrencë, pa garë, me 1 euro, dhe ti zapton një mal arkeologjik, një mal me pyll, që mali me pyll është pjesë publike, e ati fshati për cilin ai ekziston, ai fshati ekziston, edhe qeni ka një kolibe, ujku ka një kolibe, po ka dhe një hapësirë që e urinon pemët, ujku i urinon pemët, edhe qeni i urinon pemët dhe i quan vetër. Dhe kur futen një ujë tjetër, kjo hapësira e urinimit vetër, ai e ka hapësirë publike dhe bën namin për ta mbrojtur, jo kolibën, po këtë hapësirë publike. Po njeriu, qenie më e lartë, me kërkesa më të larta, nuk do të ketë një hapësirë publike, e njëjta gjë pra, si kafshët që rrethojnë një hapësirë publike dhe jetojnë ke kolibjet e tyre, edhe njeriu ka një shtëpi, ka dhe një hapësirë publike. Ai e zë këtë hapësirë publike edhe e bën vizotrues ndaj një elementi të jashtëm, një elementi që ka dhe dëm ta shtesë pas 3 vjetësh. Pra, dhe e shikoni, vuri syrin e mori. E mori. Njëherë, ndërkohë që ai s'ka rregulluar pronar, për pronarët ka një thënie ku por nuk është e vërtetuar kjo që mundohet të japësh gjysmë. Fakti që gjithë pronarët vënë ke gjysma e metrave katror, do të thotë që është urdhë nga lart, sepse në një mënyrë ata juristja e Agjencisë Kombëtare të Prokurimit Publik, Agjencisë të Kthimit të Pronave, AKP-ja, tha që profesorda një gërë mata, ai tha avokati i shtetit, që është avokati i Ramës ai, avokati i shtetit, të kthen mbrapsh
për një gërë mati, edhe nuk vetë do të më në gjyqja umbet të drejtën e kalimit në gjyq të pronës të trashëguar. Ndërkohë që ai pa dokumenta merr me 1 euro një mal, një kodër, një çfarë duash ti. Kështu që kjo është shkelje e kushtetutës që është garimi me drejta barabarta, mbrojtja e pronës etj etj. Pra, në kuptim, kjo protestë pikërisht jep brum. Është një vatër, ku secili e gjeta fjalën. Është një vatër zjarri ku secili institucion, qoftë SPAK, qoftë qeverisje, qoftë institucion, qoftë Komisioni Evropian, qoftë DAP, merr një hu zjarri për ta ndezur në vendin e vet. Kjo është e gjitha. Pra, është protesta që i nxiti që italianët kthyen në investimin në Sadej. Është protesta që italianët kthyen investimin në Apulia. Pra, ajo protestë herë 40.000, herë 20, o bobo zvoglua, o bobo po prishet. Jo, fare. Hello. No, only million, yeah. No food. Profesor, po me këtë ju jeni dakord që të bëhet një kuvend siç është folur në media nga një pjesë e organizatorëve, pastaj ky kuvend të zgjedhë qeverinë teknike, këto strukturat, jeni dakord me këto struktura? Shiko, unë e kuptova kështu, se unë jam për zhvillimism, edhe unë pak bëj pjesë në gjitha grupet, që janë nismëtare, që mendojnë diçka, që mund të jetë gabime, mund të jetë. Por ju jeni me parimi që të lëviz diçka. Bravo. Edhe kam i parim tjetër, orë mos avrasësh deri në poshtë. Ku e di me çfarë prodhona? Deri në djem të avrat dalës diet. Pra, unë kuptova këtë nga ata djem. Që le të jetë një kuvend me 300 veta, 150 nga jashtë e 150 brenda, i cili thret protestë. A qërë sa qeverisja e caktuar, mbas qeverisjes teknike që del, një forcë politike e caktuar, shtet i caktuar, një president i caktuar, prish marrëdhënie me kushtetutën. Dëmton shtyllat që mbajnë shtetin. Unë jam për 12 shtylla, dhe i kam gjetur 12 shtylla dhe shtetit. Ta them, mos qytet tokë, është një shtyllë. Mos qetësimi i kufive, është një shtyllë. Respektimi i drejtës së pronës, është një shtyllë. Gara e barabartë, është një shtyllë. E drejta e fjalës, një shtyllë. Gazetarë të lirë, një shtyllë. Pra, nëse unë vë 12 shtylla të tilla, dhe dikush qoftë ai, qeverisje, forcë politike, president, gjykatë kushtetuese, kushdo qoftë, i prish, i cënon, i prek këto shtylla, atëherë kjo konferencë, ky kuvend, nuk është i zgjedhur, po është i hapur për gjithë, le të futen gjithë po duan, 300, 3.000. Dhe ky kuvend ka drejt të thrasë kuvend, asamble, të thrasë dhe protestë. Pra, këtë protestë që u mblodhën spontanisht, fillimisht ndoshta nga ne dy ose nga problemet që u mbartën. Por ky ka drejt të thrasë një edhe kuvend, po edhe protestë, në mënyrë që të shërbejë si një zile. Çfarë po bëni? Ku po shkoni? Pra, nëse do të ndodhë kjo ditën përpara, ore ku po shkoni me këtë tjetërsim kufive? Po nuk i dini pra. Po ndërkohë ky kuvend do ketë mundësinë që t'i njohë problemet nga brenda kuvendit, t'i njohë çfarë janë duke shkel, çfarë janë duke bërë. Dhe në pra mënyra mund të mbledh veproj, unë mbështetës jam me këtë moshë, asnjëri nuk e di se ku mund dali, po tjesë është gabim, bie vetë ai rrugës. Po tjesë është formatuar, nuk bazohet në ligj, nuk bazohet në zgjedhje, është vetë i rrëzuar. Po le të mbështesim iniciativat e lira, sepse nga 10 iniciativat lira mund dalin 7 të sakta, 3 të sakta, mund dalin 1 e saktë. Po le të ketë, më mirë të kemi edhe në një, kur thonë, më mirë puno kot sa ri kot. Sepse kur punon ti, pavarësisht kot apo plot, do dalë një mësim pune që mund ta bësh plot. Po kur i kot, nuk kam keq se të rish kot, nuk kam keq se mos lëvizësh. Pra, kjo është ideja ime. Mund të kthehet një parti politike kjo i gjitha, do ishte frutshme? Po, e frutshme është. Le të çfarë dojmë valla. Për mua rëndësi ka që qeveria teknike ose protesta të prodhoj shtyllat e një shteti, të paprekshme. Po prodhuan këto 12 shtylla, si 12 librat e kanunit, që edhe kanuni me 12 libra, pona private, familja, gruaja, qeverisja, shteti e tjera, flamuri, baraktari e tjera, atë po prodhuan 12 shtylla, atëherë le të di kushdo i qeverisë, po e majtë djatë e qendrës apo partish, edhe kjo mund të kthehet në forcë politike, le të kthehet edhe shumë mirë. Forcat politike
nuk janë si thonë shumë njerëz, te dhe partina pi shpirtin. Dy partita kanë pi shpirtin. Te dhe partia janë me fondet e tyre. Unë nga pas parti ekologjike, po s'kam marrë me zero integrave. Zero. Tash unë kam falur atë partizan, nuk e shita, e fala 200 rive dhe para mi mund ta shisim. Pra dhe kjo është një gjest që kanë bërë një model pra. Siç kanë bërë shumë modele, sigurisht që ka njerëz që edhe nuk e duan modelin e patronazhistat, nuk e duan modelin. Mjafton që ti të thuash që je kundra qeverisjes, kundra partisë, po jo kundra Shqipërisë. Ai të bëjë gjemën ai e do më shumë partinë se sa Shqipërinë, do më shumë kryeministrin se sa fëmijën e vet pra. Dhe ai të bëjë gjemën po i pole kundra partisë dhe kundra Edi Ramës, në këtë rast kryeministrit. Kështu që në kuptim partitë siç kemi pasur ne dhe siç kanë qenë deri më sot, janë pa taksa pagues. Çka ka? 80, 800 partitë. Çka keni me partitë? Grupe, partia, emërtim, grup, parti. Kam një grup njerëzish, e parti për pesuar diçka. Grup njerëzish është partia. Por nëse partia merr lek publik, siç janë partitë parlamentare, do mbaj përgjegjësi aty. Për fjalën, ata s'majnë përgjegjësi më. Ata s'majnë përgjegjësi sepse ata i zgjedh kryetari listat e mbyllura. Në momentin që kryetari i zgjedh me listat mbyllura, ata kthehen në kryetar klanesh, kryetari i partisë. Këtë do heqim dhe. Kjo është një shtyllë që kryeministri jo më shumë se 2 herë. Presidenti zgjidhet nga populli. Vazhdojmë. Kjo zgjedhje proporcional kombëtar. Zgjedhje komisione me listat e hapura, po se të do kujtoja. Me listat e hapura, që unë kam drejt të marr votë gjithë Shqipërinë bie fjala. Këta që janë quhen shqiptarë jashtë shtetit, mos komandohen nga posta, po të ketë komisione profesionale, jo partiale. Pra, të gjitha ato ndryshime do sjellin një përmirësim të strukturës së shoqërisë shqiptare. Kjo është e gjitha. Profesor, të falenderoj shumë për bisedën, për bashkëpunimin, edhe sikur e tham edhe pak më lart për pishtarin që vazhdoni ta mbani ndezur me kritika dhe me entuziazëm për çdo nismë dhe lëvizje. Të falenderoj shumë. Ja, unë jam këtu sot, po atje kam djalin, Zoti më ka ndihmuar, ka ardhur djali nga Amerika me pushime, edhe vetë çdo ditë protestë. Edhe ka qenë aktiv edhe në Shtetet e Bashkuara me postime, me reagime, me protestën e edhe jo se kam mundial, që unë kam 2 djem, kam shumë mirë, po ai është jashtëzakonisht i përgatitur dhe më duket se ka mendje që të vi me një klasë të rinj që duan vendin, që kanë mendje për vendin, që kanë dashuri për vendin dhe rrezikë të vinë me atë profesionin e tyre që mund të jetë i vështirë profesioni shkencor, po duhet patjetër të ndikojnë ose të investojnë ke profesioni politik. Që vetëm mos vjedhësh është profesioni më i bukur. Vetëm mos vjedhësh politikani më i mirë. Ai që nuk vjedh, vetëm aq që nuk vjedh, që nuk ai le, këtë doja të bësh unë. Doja të bësh diku ministër ose diku deputet, vetëm që të vërtetoja që mund punosh edhe pa vjedhur. Nuk merri kjo mundësi, mas e fiton të tjerë të rinj.